Mirë po nuk e din se ato din. Ka thonë këto janë nga flet që duhet dikush me i zgju këta. Wa rajulun yadri wa yadri bi annahu yadri fadhalika alimun fas'aluhu. Ka thonë treti lloj i njerëzve janë njerëz që din, edhe ato e din se din. Ka thonë këto janë dietar që duhet mu mësu prej tyre. A katri lloj që na ka tërheq vërejqën kitabin, ka thonë wa rajulun la yadri wa yadri bi annahu yadri. Ka thonë një lloj njerëzve janë që nuk din, mirë po ato mendojnë se din. Ka thonë këto janë ata të rrezikshmi që duni morujt prej tyre. Ato që s'din diçka prej dinit Allah, mirë po me gjitha ata mendojnë se din. Me gjitha ata japin fetfa pa kontrol, japin fetfaja ala pa i pit ata. Pa ata njoni prej te beinve e kanë qujtën Abdurrahman ibn Lejla. A i ka thonë, e kam anë në Medine, i kam taku 120 shokët për nga meri sallallahu alaihi sallam. Sërë që e kanë pit njonit, ka pas dëshirë që ta dërgon të qetri, edhe ka orientu, ka thonë, shko të filoni se a i ma mirë se unë e di. Shko pite ata, kam pas frikë Allah subhanahu wa ta'ala, s'kan zonë fetfa, parasie se fetfaja po përgjigja, anën shkrim në vend Allah subhanahu wa ta'ala. Vaj halli për ta i cili jep fetfa pa dituri, pa ata thot i kam ri, 120 sahabe shok për nga meri sase. Shkojshmi me pit pari në qojnë të të i dyti, shkojshmi të i dyti në qojnë të të i treti, shkojshmi të i treti të i katri, sa që arkullojshmi dhe i hesmi 120. As njoni prej atin dhe u frike me dhanë fetva. Pasaj sa, vallaj sa, tash po i shok disa njerë, tash po i shok disa njerë, sa mo pit për diçka. Ta vallaj o meri mu pas pit për që ke o piqe mu ju pas pashtru. Ta i kishte mledhen sahabat, ato ti kanë prezentu luftën e Bedit, me i konsultu për këtë piqe që ju ka pashtru. Sa po i shop disa njerë sot, asi loj piqe po i parashtrohen, edhe japin kolaj rahat fetva. Ka thonë që o meri mu pas pitet, do t'i kishte mledh sahabat, edhe do t'i shishte konsultu për ata të cilën aprit, se a ban apo nuk ban. Për këtë arsye vllai dashur musliman, para se me dhonë fetva, para se mu përgjigj për dinin e Allah subhanahu wa ta'ala, para se me nënshkujt në vend të Allah subhanahu wa ta'ala, ke kujdes edhe fyt edhe mëso, para se ka plon dënimi Allah subhanahu wa ta'ala. Një transmetim transmeto se një shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një grup, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtoi një luftë prej luftave, dolën prej Medine, duke qenë në udhtim, njëri prej atinve ishte i plagos në kokë, edhe posi u zgju në mëngjes, kur u zgju ki në mëngjes, e pa vetën e ati se ka nevoj për pastrim, i piti shokët e vetë dhe i tha, o shokët e mi, a ka mundësi që une me morë të jemum, a ka mundësi që me morë të jemum, për arsye se nëse pastrona, jeta im ashtë rrezik. Shokët e pejgamberit sasem, ato u përgjigjen sa ditët, mirë po pejgamberi sasem me gjithata mas i qërtoj. Ato thënë jo, nuk gjejnë për ti e lehtësim, edhe aki mur vetën dhe pastroj, pasi që e pastroj, vdiq edhe umbit shkaku i mbyqjes atike, pastrimi parasie se shokët e ati nuk gjetën për ta lehtësim. Pasi u kësin shokët e pejgamberit sasem, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u njoftu se çka ka ndodhur me filanin, edhe çka e ka parashtruar çfarë piqe, edhe këto që nuk gjetën lehtësim për ta. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u idhnu dhe tha, a mbitët Allahu subhanahu wa taala ju mbit. Normal se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ta thoën këtë mënyrë, ka bon dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë o Zot imam, nëse del prej gjuhës time diçka që nuk është razi apo nuk është në rregull për dikan, o Zot i madh, ban e istighfar, ban luqe për ta. Për ata ka thonë për arsye se une jam një njeri si ketë njerëzit, edhe une flas si gjithë njerëzit. Për ata nëse ndodh që del prej gjuhës time diçka
që nuk është e pëlqishme, o Zot i madh, bane ti shkak që kjo tjetë istighfar për ta. E tha pejgamberi sasem, sa e dini se ilaçja të paditurit është pyetja, pse s'kini pyet kur nuk e kini dit? A dini se për ta kam mjaftu me morë të jemum? A dini se për ta kam mjaftu me morë të jemum? Për këtë arsye të jemumi, prej kësaj dite mirët ndirase, një rast ka në Kurani Kerim, edhe një rast sunetin e pejgamberit sasem. I pari rast që ka në Kurani Kerim, në ku mungon uji, në atë ditë kur mungohe uji dhe nuk je prezent, s'ke mundësi mu pastru, atëre ke drejta të mërtemu. Edhe një rast që ka në sunetin e pejgamberit sasem, lejohet që me morë të jemum edhe kur është prezent uji. Kur është ki rast është kur nuk ke mundësi ti me përdor ujit, parësie se uji është i damshëm për shnetin tanë, nëse e përdor në qatë gjendje që je, qatë moment kje drejta me morë të jemum, e pas taj kur të mundësot që me morën ti gusëll, inshallah e përdor ujit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, a dini se ilaçi të paditurit është pyetja, për ata duni me pyet kur nuk dini. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dëshpronte kur Kurejshit mushrikët nuk ju përgjigjeshin ftesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala zbriti ajetën Kurani Kerim, zbriti ajetën që i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Thane Kurani Kerimin e kemi nda dhe kemi zbrit pjesë që në mënyrë që ta lexojsh ti nga dal. Kul aminu bihi aw la tu'minu inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil adqani sujada. Ka thonë Allah subhanahu wa taala, thuaj popullit tan besoni apo mos besoni, për për te Allahu janë të njëjtë. Mos mendoni se nëse besoni ju ja shtoni pasurinë Allahut, edhe mos mendoni se ju nëse nuk besoni e pakoni pasurinë Allahut. Sa po ajo që jam e rëndësi o Muhammed duhesh ta dish se ato të cilët janë dietar, ato që kanë dituri, ato kur ti ndëgjojnë fjalët e Allahut subhanahu wa taala, Allahu ti bin sejdë dhe besoj. Ajo është me rëndësi. Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet ka dash me na tregu dhe me na thonë se dietarët janë ata të cilët kur ti ndëgjojnë fjalët e Allahut subhanahu wa taala, zemrat e atinve zbuten, edhe zemrat e atinve e pranojnë hakin dhe e pranojnë të vërtetën. Kjo është me rëndësi, për atë që ajet na tregon vlerën e diturisë edhe vlerën e dietarëve. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka thonë në Kurani Kerim, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى ingrit lart ata të cilë kanë besu në gjennet, po ashtu edhe më lart ingrit dietar të cilët kanë besu. Ka thonë Allah në Kurani Kerim, Allah subhanahu wa taala ja jep shkallën dhe gradën më të lartë në gjennetin e tij. Allah në Kurani Kerim ka ardhur në ka tregu se kush janë dietar. A thu qdo kush i cili din di fjallë është dietar, apo qdo kush i cili ndëgjon fjallë të Allah, edhe nëse nuk zonë vend këto fjallë, zemrat e tire janë dietar. Dietarët janë të Allah, ato të cilët i frikën Allahut ma shumë, ato të cilët dituria atinve jashton frikën, nuk janë dietar, ata të cilët din prej Kurani Kerimit apo prej sunetit pejgamberit sasem. Me gjithata nuk i frikën Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu në Kurani Kerim, innama yakhsha Allaha min ibadi al-ulama. Frikën më të madhe ja kanë Allahun dietar. Dietarët janë ata të cilën i frikën Allahu subhanahu wa taala më shumë. Nëse dituria ite nuk ta shton frikën tënde, bjeri vetës më vllai dashur musliman, për arsye se kjo dituri është pa vlerë te Allahu. Pa atë nona e Sufjan e Thauriut, e cila punoj me trupin e vet, çdo sen që afron gjalit vet,
e mor prej